Avokat, është futur në fuqi ligji që çdo, po themi, person VIP ose influencer që gjeneron të ardhura tashmë duhet të ketë NIP. A mund na tregoni diçka më shumë lidhur me këtë ligj? Atëre, ne duhet të dimë që çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë, i cili merr një të ardhur, pra qoftë të ardhur që mund të vijë nga një komunikim publik apo nga një reklam që mund të bëj. Pra kemi profesione të cilat ne mund të kemi apo aftësi, qoftë ai mund të jetë një mjek, mund të jetë një jurist dhe mund të këshilloj, pra nëse ka dalë në treg dhe ofron, le të themi, një shërbim, kundrejt shërbimi patjetër që duhet të jetë i dijshëm dhe kundrejt një pagese patjetër që ai duhet ta deklarojë. Marrim me fjalë të marrim një shembull praktik apo të thjesht. Nëse një këshillues ligjor jep këshilla publike pra kundrejt pagesës, që do të thotë ka një rrjet social nga i cili ai mund të paguhet, që do të thotë mund të gjenerojë të ardhura nga këto, le të themi, klikime apo le të themi reklama që mund të përdori, se nuk është çështja vetëm me klikimeve, por ai mund të ngritur një profil social në të cilën mund të reklamojë produkte të caktuara. Dhe në momentin që fiton të ardhura, është i detyruar që ta deklarojë. Pra, deklarimi i saj automatikisht i bie që të paguajë 15%, pra nëse do ketë një kontratë shërbimi në rast se nuk ka një kontratë punësimi të vlerës së produktit apo të vlerës së pagesës që ai ka marrë. Kështu që kjo nuk është diçka risi, është diçka që është e përcaktuar në ligj, që çdo e ardhur duhet të tatohet dhe normalisht është 15%, por nëse një influencer hap një NIP, që do të thotë është një person fizik, atëherë kjo do jetë në të mirën e influencerit, sepse deri në shumën 140 milion lekë të vjetra apo 14 milion lekë të reja, nuk do ketë TVSH. Pra, të ardhurat të cilat do fitojë deri në këtë vlerë nuk ka TVSH, vetëm që do paguaj detyrimet të cilat kanë të bëjnë me sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, me pagimin e taksave të bashkisë, to janë detyrimet që ka një i vetëpunësuar me NIP. Pra, po marrim që do të hapi një person fizik. Nëse ofron shërbime të tjera, patjetër që varet nga vlera apo nga xhiroja ai që bën. Kjo nuk duhet të marrë si friksim, sepse ç'është e vërteta, Shqipëria për momentin ka barën fiskale më të ulët. Pra jemi ndër vendet të cilat cilësohemi me barën fiskale më të ulët dhe kjo do të jetë në të mirë edhe të këtyre influencerëve, të cilët mund të jenë edhe të pasiguruar. Pra, do të ketë mundësi që të marrin më shumë reklama, sepse mund të promovojnë bizneset caktuara, natyrisht që bizneset duan që të deklarojnë shpenzimet e tyre, duan një faturë dhe kemi të bëjmë me formalizimin e ekonomisë, por duke i dhënë vlerë edhe këtij profesioni, se ata nuk janë thjesht folës apo influencers të cilët bëjnë promovime të caktuara, por është një profesion i cili është një profesion shumë i zhvilluar në vendet e perëndimit, pra në vendet e tjera. Avokat, çfarë ndodh nëse influenceri ose personi VIP që gjeneron të ardhura nuk i deklaron këto të ardhura? Atëherë, nëse një person që quhet influencer nuk i deklaron këto të ardhura, atëherë është subjekt i ndjekjes administrative, por edhe penale nga drejtoria e tatimeve. Pra, ka drejtori të posaçme që do bëjë hetimin e këtyre rasteve. Në momentin që konstatohet se nuk ka një NIP influenceri, atëherë i bie që t'i vendoset gjop, t'i lihet detyrë që të hapi
të hapi NIP-in, nëse e përsërit të gjë, atëherë i bie që të shkoj për ndjekje penale, pra drejtoria e tatimeve ka të drejtë që të bëj kallëzim penal në prokurori lidhur me veprën penale të fshehjes së të ardhurave që ka bërë ky influencer. Dhe kjo është një vepër penale e cila dënohet 5 deri në 10 vite burg. Pra varet nga vlera që ka përfituar influenceri gjatë veprimtarisë së tij. Kjo do merret rast pas rasti, por që natyrisht që ka strukturë dhe do ketë strukturë të posaçme pranë drejtorive të tatimeve në mënyrë që të identifikojë dhe të ndjeki këta influencer të cilët nuk paguajnë detyrimet tatimore. Avokat, ka pasur një aksion të SPAK-ut në 2 prej kullave më të rëndësishme në Tiranë, siç është ajo kulla përballë kishës ortodokse apo dhe Downtown, e cila është një ndër kullat më të famshme në Tiranë. SPAK-u dhe PPH-ja kanë bërë hetime dhe kontrolle lidhur me, po themi, veprimtarinë e disa call centerëve aty. Kemi ndonjë informacion më shumë? Atëherë, siç është bërë publike, ne kemi ditën e premte, prokuroria e posaçme duke urdhëruar Byron Kombëtare të Hetimit ka bërë basisjen në një call centeri, zyrave të tij në kullën e cila ndodhet përballë kishës ortodokse. Janë arrestuar disa persona, disa të tjerë janë në kërkim, është aluduar sidomos nga opozita që atu kemi të bëjmë me motrën e kryetarit të grupit të parlamentar të Partisë Socialiste, akuzat të cilat janë hedhur publikisht qoftë nga zoti Balla, por edhe nga motra e tij, pra deri në këtë fazë jemi. Megjithatë, sot ka dalë prokuroria e posaçme me një deklaratë për shtyp dhe në persona të cilët janë në kërkim nuk rezulton që të jetë motra e zotit Balla. Megjithatë, duhet të shikojmë në të ardhmen, sepse ne dimë që gjatë fazës së hetimit nuk mundet që të dalim, pra ndoshta prokuroria ka nxjerr apo ka dalë në konkluzionin se këta janë persona të cilët dyshohet se kanë kryer veprën penale të mashtrimit, pra mashtrim me pasoja të rënda të qytetarëve evropian, të cilët janë mashtruar për shkak të bursës që ofrojnë këto call center, pra çdo gjë ende është në fazën e hetimit. Duhet të shikojmë se çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Avokat, si shpjegohet që në 2 kulla kryesore shumë të rëndësishme në Tiranë ka veprimtari të jashtëligjshme? Për sa i përket krimit të organizuar, pra nuk është çështja që janë në qendër apo jo, pra krimi organizuar zgjedh gjithmonë qendrën, sepse aty nuk bie në sy për shkak edhe të lehtësisë që kanë të lëvizjes së numrit të madh të popullsisë, të vetë të strukturës që kanë këto kulla, pra janë kulla të cilat ofrojnë shërbime për bizneset, që do të thotë aty mund të ketë zyra, mund të ketë salla të mëdha, të cilat janë moderne dhe natyrisht nuk bie në sy edhe nga organet trizbatuese, edhe pse ato organe mund të jenë aty, mund të jenë prezent, tatimet, to mund të jenë bizneset të cilat paguajnë detyrimet tatimore në rregull, pra shikohen si biznese të lishme, por ne nuk e kemi atë mundësinë që të identifikojmë se çfarë realisht kryejnë këto shërbime, sidomos call center. Pra këto me aq informacion sa ne kemi marrë, janë mashtruar qytetarë të Perëndimit, por faktikisht kanë nisur nga ata denoncime, pra duke qenë se kanë humbur tek investimet që ata kanë pasur, apo nuk i kanë marrë pas në qoftë se ata kanë fituar në këto investime dhe këta kanë bërë denoncime pranë autoriteteve të tyre. Pra ka shumë qytetarë spanjoll, italian, gjerman, francez, pra nga të gjitha vendet e botës, të cilët
kanë humbur tek kursimet e tyre apo qoftë ardhurat e tyre në këto skema mashtrimi. Kështu që çdo gjë mbetet për të parë, por nuk është ndonjë gjë e madhe që pse janë aty, janë për shkak sepse vetë autoritetet këtu e kanë të pamundur që të zbulojnë këto raste, përveç se nëse nuk ka denoncime të brendshme, pra nga punonjësit të cilët punojnë dhe janë pjesë e këtij sistemi, ose nga denoncime nga ata të cilët janë cënuar që në rastin konkret ka qenë nga qytetarët të cilët kanë humbur investimet e tyre në këto call center.